Sa po përfundova një takim shumë përmbajtësor me Papa Leonin e 14, pastaj kishim takime edhe me kardinalin Parolin dhe Monsignor Gallagher, sekretarin e shtetit dhe sekretarin për punë të jashtme përkatësisht. Kjo është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme në relacionet mes Republikës së Kosovës dhe Vatikanit. Në takim me shenjtrinë e tij, Papa Leonin e 14 natyrisht që paraqita shpresën dhe besimin e gjithë popullit të Kosovës se Vatikani më në fund do të marrë vendimin e shumë pritur që ta njeh Republikën e Kosovës, që të njeh vuajtjet e gjata të popullit të Kosovës për të jetuar i lirë, i pavarur dhe në demokraci, me shpresën se një vendim i tillë i njohjes nga Vatikani, njohjes nga ana e shenjtrisë së tij, do të kontribuante edhe në mirëqenien më të madhe, edhe në suksesin më të madh të Kosovës, të Dardanisë antike, një toke që i ka dhënë botës dhe Evropës, jo vetëm Gjergj Kastriotin Skënderbeun, heroin ton kombëtar, i cili e ka mbrojt portën e fundit të Evropës, por njëkohësisht edhe Shën Terezën, dhe po ashtu nëse kthehemi prapa në histori, është pikërisht toka Dardane, që i ka dhënë botës, që i ka dhënë krishterimit, edhe perandorin Konstantin, edhe perandorin Justinian, edhe shumë figura të tjera të rëndësishme për humanizmin. Prandaj shpresojmë shumë që tani edhe të merret ky vendimi shumë pritur për popullin e Kosovës, i cili do të kontribuonte edhe më shumë për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë dhe në gjithë kontinentin evropian. I përcolla urimet e popullit të Kosovës edhe për Krishtlindje, edhe për vitin e ri, edhe papës, por edhe të gjithë të pranishme që i takuam, edhe kardinalit Parolin, dhe njëkohësisht dëshirat më të mira për paqe dhe më shumë humanizëm në gjithë botën, dhe natyrisht që e ftova Papa Leonin që të vizitoj Republikën e Kosovës me shpresë që një vizitë e tillë do të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur.